أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمائه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم فلا تعذبنا فأنت علينا قادر. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يقول المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم. Gjëmat e nderuar, pas lutjeve tona, të cilët me apetite i bojmë të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh, edhe kemi dëshiren që e të ajt jenë të pranuara, falemenderimet absolute i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, kurse për shëndetje tona, ato më të përzemërta, i takojnë mësuesit njerëzijës, Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, edhe familjes atij të ndershme, me gjithë shokët që pasuan rrugën e tij deri në pikën e fundit, edhe ishin të interesuar për kapjen deri në pikën më të fundit të sunetit atij. O Allah i dashur, bën edhe neve në zinxhirin e punëve dhe veprimeve, edhe bën na neve të futur në fushën e stadiumit të veprimit shokëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në këtë botë, edhe ditën e gjikimit prej xhamatit atij inshallah taala të jemi së bashku të gjithë. Atë që dojmë ta themi sot në këtë ders xhumë është në vargun e ligjëratave tona në ditën e xhumës në lidhje me temën tonë të njohur të xhamatit qish herët Allahu Gjelle Gjelaluhu si e zhvlerësoi këtë botë në të cilën jemi ne. Realitet, sa ai i dha vlerë kësaj bote, sa kjo dunjote Allahu Gjelle Gjelaluhu peshon. Duke fillu prej një hadisit i njohur të xhamatit gjithmonë dhe i spjeguar, ka thonë sallallahu ta'ala alaihi wasallam: "Law kana fi dunya qimatun 'inda Allahi janaha ba'uda, lama saqa al-kafira minha sharbata ma." Me pas qenë se Zoti Gjelle Gjelaluhu këtë botë i kishte dhënë një vlerë të posaçme, ata që s'kan din s'kishin pas mundësi me pi një gotë ujë. Për shkak se uja është me vlerë. Ajo që është e dobishme ka vlerën e vet. Lama saqa al-kafira minha sharbata ma. Në Kur'anin e Kerim suratul Kahf do të fillojmë prej këtij ajeti, edhe do të rrjedhim të poshtë me atë që kemi parapara për ta thonë, duke dëshiruar që kur dalim prej xhamie të dalim me një dobi për fush veprimin ton mas këtij namazit madh. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka bollë bof ya rabbal alamin. Ka thonë Kur'ani i Kerim suratul Kahf: "Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha." O njeri, unë atë që e bona në këtë tokë, unë atë që e krijova në këtë tokë, fa Allahu Gjelle Gjelaluhu e krijova stoli, unë atë e krijova bukuri, unë atë e krijova një hijeshi të veçantë, zina, stoli me tretman të veçantë, stoli e cila do tjetë faktor për humbjen e njerëzve të cilët e dojnë këtë botë të stolisur, do tjetë mjeshtri për të arrit dëshirën e pajtimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, mjet për arritjen e pajtimit Allahu Gjelle Gjelaluhu, për ata njerëz që i kanë mend e veta dhe zemrën të stolit e xhennetit nesër, e shofin këtë si pasqirë se duhet të jetojnë para një stolie të bukur, ju bëhat shkak edhe mundësi edhe sebeb për të arritur stolita Allah, për të arritur stolita Allahu që i ka përgatitur për ato njerëz që ati i kanë frikë. Do të thotë,
stoli po për njënën pal humbje e për palën tjetër fitim. El Kur'anu hujjatun laka au alejk. Edhe kitabi Allahu Gjelle Gjelaluhu është një libër i zbritur prej tij Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh, në përmet të cilit njëna grup humb e tjetra fiton. Humbin ata të cilët nuk e konsiderojnë, humbin ata të cilët para ati kanë humb besimin, fitojnë ata të cilët besuan edhe veprun me te. Pra Kurani Kerimi qartë, thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, el Kur'anu hujjatun laka au alejk. Kurani Kerimi është ja udhëzues, ja udhërrëfies, ja kapës i dorës tonë për xhennet, ja po shkelem i dhënjes tonë për fundin e xhehenemit. Njënën prej të dijave, prej kujim varët, kush duhet vepru, kush duhet afru, robi i cili tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, edhe duhet vazhdu në te, duhet hapërsit mirë, a i që këti kitab i shpinën ja këthej. Në këtë bot, Allahu Gjelle Gjelalu ka qoj stoli më të bukur. Allahu këtë bot e ka stolis me di gjona, për të cilët duhet kapur, edhe e ka stolis me disa gjona prej të cilave duhet ikur shpejt. Me stoli që e ka pasuru, Allahu këtë bot e ka pasuru me zbritjen e këti kitabi, me Kurani Kerimin, me e kam fjallën, me regulorën që e ka vu Allahu Gjelle Gjelalu në këtë bot. Kurse e ka stolis këtë bot me loj epshi, e ka stolis këtë bot me loj epshi, prej stolive të kësaj bote prej të cileve duesh me ik, edhe të dukën se janë të mira, janë të gjitha haramët. Përshka këse epshi njeriut i njeh për bukurit e kësaj bote. Edhe vepron, me të modhe vepron për t'i kap, me të modhe vepron për t'i zonë. Ribaja, kamata është një stoli të cilën e kanë varë, kalendar muri, me ju kalzu njerëzve se s'ka sistem bankar pa kamot, edhe miliarda njerëz janë bind më njëherë se s'ka sistem bankar pa kamot. Anë gjak duesh me rrit mallin a përmet kamotës. Edhe kjo anë histori të cilës i dhanë njerëzit shumë rëndësin kohën e fundit edhe u kapën për te, tu me ndu se zgjidhjen e një problemi apo zgjidhjen e problemit ekonomik do ta zgjidhin e përmet asaj. Njerëzit i kanë kap stoli shpikse tjera. Për shembull, prej stolive shpikse që i kanë kap njerëzit, i ka kap stolia e mos këthimit borgjit edhe u has, edhe kjo asë gjaru anemon. Kur ku i s'pi intereson më fara se sa pare kam ja këthi filonit, me ja këthi në datën e caktuar, për shkak se ju kanë stolis në zemër, ju kanë bot mira, ju kanë bot dashura. Nga dal, e huja vend duke u stolisur parasive tu, e ti merë lakmin e ta, shejtoni donë me ta shëndru në tonën. Donë me tregu tije, me vahjin e vetë, shejtani ban vahi shpirtave të smuar, ka thonë shejatina, ju hune ila eulijahim ila l'kauli gurura. Shejtani zbrat inspiron njeriun deri ta binë se nuk e ke për borxh me këthi, kja jotja mo. S'ka gajle. Edhe ashtu ambëlsohet në zemrën e njeriut, edhe kuritet aj para obligimeve të veta. Edhe kjo anë stoli prej stolive. Prej stolive të kësaj bote që sponzjer njeriu dorë, me u largu totalisht mënyra e manifestimeve të dasmave, edhe mënyra e manifestimeve të sunetlëqeve, edhe loj gëzime në islam. Jashta sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Total jashta sunnetit, jo vetëm që janë jashta sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po është drejt për drejti e futun haram. Jam drejt për drejti të futun e haram. Neve ki din në ka zbrit sistem përfshis i të madhës edhe asaj më të voglës. Kërkon prej neve që natë jemi xhamati i sunnetit Muhammed Mustafas, si pas asaj që u trasu në sunnetin e ti sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahu Gjelle Gjelaluhu këto stoli që ka stolis këtë bot me ta, i soli për një shkak tha li e bluahum e njuhum ahsanu amela. Këto i sola kështu në këtë mënir për të shni njerëzit, për të fut njerëzit në provim, kush po kalon edhe kush po ngel. Këto ishi një flet provimi me pyetjet e veta, kush po kalon edhe kush po ngel. Indel imtihani, një poet kështu tha, indel imtihani yukramu al-mar'u aw yuhani. Ditën e provimit ja rritesh, ja koritesh, kështu tha një poet. Ditën e provimit ja rritesh, ja koritesh. Njërën pitudijave, dhe me thonë ja kalon, e rritesh, ja ngel, e koritesh, kur gjohës bëhet që tërsen. Po kjo kur gjohë është shumë e modhe nëse ke ngel. Kjo kur gjohë është shumë e modhe nëse ke ngel. Po pleqme tonë nuk ju ka ndodhë. Nuk ju ka ndodhë, trive ma shumë ju ka ndodhë se ma shumë kanë shku në shkollë.
Xhamati ndershëm, xhamati jon i nderuar, kush e ka përjetu, që ka përstrit vit shkollor, unë them, edhe mendoj se e them me vetë dije të plot kur e them, se ditë më të nënshmuar, ditë më pa apetit jetën e të, ditë më të veshkët se vitin sikur dje, pargje që ka qenë shkolla, kur ka hiki me tjerë në klasë që ka nërë të poshtë me kalu edhe një vit, nuk ka pa më ditë më të veshkët. Ka pas tjetër shoshni, me tjetër shok ka kalu, kur ka ardhë viti tjetër, ka shku në klasë me qërë fmi, me qërë njerës për mrapa, e ato ndoshta shpesh heri kanë thonë, më s'fal të ngelqi. Kështu i ka thonë, s'ka në nëshmim ma i madhë, ditën e provimit ja rritësh, ja koritësh, njënën prej të dijave. Një ditë provimi absolut të madhë, një ditë logarie, do të kalen gjithë njerëzia ku do të rritën, e do të koritën. Do të kalen gjithë njerëzia në te, do të zgjas 50.000 vite me ratë. 50.000 vite, ditë logarie, ja u më lëhisab, a ditë ja do të rritëmi, ja do të koritëmi njëna prej të dijave. Kush do të rritët, edhe kush do të koritët? Do të rritët ai i cili në këtë botë prej distolive u kap për ato që Allahu në te ashi pajtuar. U kap për stolite jetës dhe soazat të reguloreve. Ai do të rritët. E kush do të koritët ditën e kiametit? Ai që regulore për veti e boni ararin e shejtanit. Ai do të koritët. Pa dyshim do të koritët. Pishmallëki s'ka ko për pendim, s'ka ko për pendim, për shkak se s'ka mundësi për këthim. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Allahu në Kur'an i Kerim vazhdon në ajetin thot, këto stolit që janë faktor humbës edhe faktori humnerës tonë në këtë botë edhe në ahiret, të kësaj bote janë shumë kaluese. Unë një ditë prej ditëve do të shëndroj ato në një pluhur. Unë ato një ditë prej ditëve do të shëndroj në disa thara të thara edhe të pluhnosura. Ato do t'i marë frima me gjithë ti nëse je gjemati ative. Do të thot, një ditë prej ditëve do të humbë fërkemi edhe gjurë me ajote me gjithë ta në këtë botë dhe në botë në ahiretin e arshëm. Djetarët e urtë në lidhje me kontekstin e kësaj bisede folën shumë fjalë të bukura, folën fjalë të cilët në vete bajnë urtësi të veçanta, e për neve janë një lloj burimi për të kthin ta e për të bot urtë, se Allahu Gjelle Gjelaluhu urtësi një kalip. Allahu Gjelle Gjelaluhu një cilësia ati prej cilësive është i urtë. I urtë do me thonë, jo në atë kuptimin rrugor, në atë kuptimin familjar, në atë kuptimin e mezhliseve tona ku thojmë na filoni, është i urtë. Do me thonë, më njëherë nën kuptojmë na se s'pungucke. Jo në atë kuptim, po i urtë do të thotë shumë i ditur. I urtë do të thotë i motor në dituri. I urtë do të thotë kur s'flet fjalë të paqelluara. Këto janë njerëzit e urtë. Se herë folin fjalë të qelluara, fjalët të cilën kalpesh. Kur'an nuk është. Hadisi pejgamberit alayhis salam nuk është. Po është një rezultat i diturive të ative, edhe është një rezultat i fjalorit i cili buron nga friga në Allahun Gjelle Gjelalu, edhe mu për atë shkak, me gjithë se sa është Kur'an, me gjithë se sa është hadisi vërtet, po është fjallë, i thëjmë në fjallë e urtë, ka pesh në vete, edhe ka një lloj formule në të, e cila mban do me thonë, edhe ka mbështetje, lejohet të mbështetësh në ta. Ka thonë, وَمَنْ يَحْمِدُ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ يَسُرُّهُ. Një poet. Ka thonë, وَمَنْ يَحْمِدُ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ يَسُرُّهُ. Ai që këtë botë e falemenderon për një pjesë të jetës e cila ka gëzua. فَسَوْفَ لَعَمْرِ بَعْدَ قَلِيلٍ يَلُومُهَا. Ai që këtë botë ka lishu zemër për një të mirë apo di që kjo botë ja ka afrua dhe ka gëzu me ta, shumë pak ko ka me kalu kur ka me fillu këtë botë me sha. Shumë pak dita ka me kalu e ka me një saj me sha këtë botë. A ka mundësi me thjeshtu? Ka mundësi me thjeshtu. Njenit i dha Allahu pasuri, edhe i dha shëndet, edhe i dha evlad, edhe i dha mbrojtje.
Të gjitha i posedoj këto. Një ditë për ditëve, këto janë bashkë si matriçka e në gjami nuk e din, po unë po e cekin një shembull katuni. Se në katun, kur të spjegojsh ders, shembull duhet me qenë sa mat katunit. Për para vike vërbagjia në katun. Bike vorba edhe i briga, edhe do këtava, do kalanica, do sahona i binte, me një kërë me kashtë. Na kur ishë fëmijë atë ko, me gjithë se na prindve tonë, kur su kemi tregu, shka kemi pas zemër. Po na shumë kishmi qef kur vike vërbagjia, ti dale ka pak i kerrit. E me mundësi, i luishme dëlojna mas kerrit ati, të bojmë dishka, që i ka pak i kerrit mas ti dale, qefi jonë, si të bere një, bishin një 15 mas ati i mo. E thonë pra, kjo bot ashtë si kerri vërbagjijës. Si kërë ati, nëse del një gjohë prej dore, nuk është çudi që shumë gjona që ti dha Allahu Gjelle Gjelalu, dalin prej dore dhe ata, për një kohë shkurt, a doni një shembull të freskët, bashkë freskët, vllazërit e tonë, 4 vllazër, nisën me qu gjallin ushtar, për sevda, nisën me qu se e dojshin gjallin e vllaut fort, që kemi na zakon, me i dash fëmijët e vllaznive shumë, edhe kjo është nder që e kanë hup qenë popoj musliman, vetëm na hemen e kemi rujt. Vetëm ne kemi rujt gjallin e vllaut, ne e dojmë shumë. Dashtën me që ushtar, tut 4 vllaznit me gjithë gjallin e vllaut vdiqen, Allahu ata edhe gjallin e vllaut ative në xhennet inshallah i çon. Unë se kam fjalën këtu, po e kam fjalën se shumë gjona për një ditë mujnë me dal pidore kësaj botë. Shka thot ai nëse s'ka besim këtë rast? Nëse njëri prej neve nuk beson, shka thot? Ka e shan dunjon, e shan kohën, e shan zamanin që ka ardhur në ta, e shan sahatin e të cilin ka lind, e në nëshmon momentin që kam qëj umunis, e shan kerën e të cilin ka hip, e shan datën kër e ka blejat kerë me gjithë numrat edhe librezën, ki ka thonë kështu. وَمَنْ يَحْمِدُ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ يَسُرُّهُ. Ai që këtë botë e donë edhe falemendojnë për gjona, ti banë hëmë për gjona shka ja ka dhonë. Nuk ka që di që mas pak kohë fillon me shah. Ajo që i kishte emrin princeza, edhe i afroi kjo botë asaj ate që ajo e kërkoj prej kësaj bote, edhe shumë ma tepër që qerët nuk e panë me si. Deri ku shkoj puna? Në luksozët e kësaj bote, deri ku shkoj puna? Shkoj puna deri aq larg sa që princeza për një robe, për një pjesë të veshës së mrenshme të asaj, bën shumë herë një licitacion të dukshëm për me i shit robët e mrenshme, e tani si ajo qerë, fëmijët e asaj në botkuptimet e kësaj bote u afruan derdhen për një pjesë mat im të mveshës së mrenshme të asaj dhan deri në $200,000. $200,000 Amerike. Me i ble qerapat, cëllët qerapat me të cilin ajo kishte shku në manifestimin e lindjes filonit, datë lindjes filonit. Asaj datë lindjes të cilët janë kap kejt qikat e tona dhe gjem me shku me afestu një qetërët datlingjen, veç kemi nis me i pa kadal, grupa të dal prej shpive, ndrejka apo masiqinia apo mazdarke, kanë qenë me afestu datlingjen shoqës vet, apo kanë bo një banket në shkollë se filanzonsi e ka datlingjen, do të thot kadal, mas 150 vetëve, krishterizëm i dukshëm, krishterizëm i pam në shesh, se nga dal shkojnë punt e zatetën atje ku i kanë programu qertë me zatet. Princeza e cila ruzullit toksor ju dok shumë i vogël, do në të mëshetit edhe më gjarë se sa mundet njeri mëshetit në këtë bot, ti ka pe kejt luginat e kësaj bote, edhe kejt gjelmoshat e zengilave, edhe kejt parat e miliarderave ti këtë vetat në përmet mjeshtrive të veçanta, në përmet autoritetit e princezës, mirë po kjo bot. Kemi thonë në derset para se princezës e princezicës ti ndodhin të gjona para 20 viteve në këtë kursi gjamije, se kjo bot të afron ëmbëlsira aqë shumë sa që ti lip ujtë ftoft me pi se të kamet sheqerparja e kësaj bote në fit, e kjo është gati me të afru një irtësin në fit në atë moment, sa që ti ma uj për përtipjen e për birën e ati s'ke shans me gjithë për një sekundë shumë të shkurt. Ja për shembol, në u ka shtri princeza për toke.
nesër do shtrihet nën tokë, deri nesër për tokë, nesër do shtrihet nën tokë për gjithmonë, deri ditën e llogarisë. Për fat interesant është me neve, shumë e qika e shumë e gruja në mesin tonë ka vajtu edhe ka kajt këto dita. E ka kajt se qish bot ajo princeza Diana, qish des ajo, qish des ajo bandeshje edhe vdes edhe mo kur qohët ditën e kiametit. Kështu des, e kushash ajo? Kushash ajo përveç se një shpirt i cili duhet t'jap nesër llogari për gjitha gjonat. Si unë edhe ti, asma tepër, asma pak, njoni për gjennet, e që farikun fil gjennet, wa farikun fil sa'ir, një grup në gjennet, e grupi qëtër në gjennem. Kur gjoj që të sen? Qëto qika që e kanë kajt dionën e o qëto nuse, e qëto nonë, është mirë që të pregaditën për me kajt verën, shumë ma shumë se vape fitojnë ditën e verës, se ajo i ka kshirë dhe i ka konsidru e vlad, ajo i ka rrit me fukarallëk, ta qajnë nonën pak edhe ta qajnë kunotën edhe kunotën shumë më mirë ju bese ate se kishin as non, as motër, as kunot, as verë, po as gjë ata e kishin shregullu se të moralit me disa levizje që i bante në kohën e fundit. Idha adbarat kanet ala al-marri masarratan, dunjoja nëse ta kthen shpinën, do kjo dunjo nëse ta kthen shpinën, do njëherë të gëzën me këthimin e shpinës asaj. Wa idha akbalet, e ka njëherë kur nisët me të kati me ardhë, ka njëherë kur nisët kati me ardhë, kanët këthiren humumuha, ka njëherë kur nisët me ardhë kati, shumë me dertë të mdoja të afrohet, shumë vjen me gajle, hiq dertë e shka si ki pas ti bjen me veti. Ja për shembull, një njeri i tha ja Rasulallah, këtë ngjarje mo të gjithë e kemi pone veç s'kajen për jaceki ta neja dini ju fillimin edhe barimin ke ka. Tha ja Rasulallah, as ka mundësi me lutja Allahun që t'ke mund paka? Tha ja Tha'laba, ti je mirë, emnin e ke hamamatul masjid, plumbi i xhamisë, se çdo vakt të falte në xhami me pejgamberin alayhis salam. Tha ke boll. Tha pak ja Rasulullah. Tha Allahumma a'ti li Tha'laba. Tha Rasulullah alayhis salam japi këti. Ja fali Allahu do dele, disa dele, dul me ta me i rujt jashtë një namaz shkoj me xhamat. Se dul me i rujt jashtë. Erdhën delet me gjithë një dert të kësaj bote. Kathiratun humumuha. Kathira, gajlet e kësaj bote janë shumë. Tha i kur i shtoj Allahu delet e ati, të gjitha kështë 35 vaktet javës të një fali me pejgamberin vesh gjumos. Gjumon vind të në Medine. E kur ushtun ato, edhe umbushun luginat, a i harroj me arë me falë gjumon me pejgamberin alayhis salam, e mas një kohë pejgamberi ja qoj njenin nga xhamati tim ja lip zeqatin se shumë pasuni. Tha këta e kam fitu vetë, s'ka zeqat. Kështu veprojaj, vdiq, mos ta shqojga, vdiqaj, e më bakre e qoj një njeri me alip zë qatin, tha unë si allash për nga merit, për të jap tije. Kështu ndodhi. Pra, nuk du me në cek në gjarjen e këti buri, se është në gjarjen në vete, duhet cek e do spjegohet gjërësisht, po du me cek me punë të mija, sot që jam të spjegu, se kjo bëhet dë njerë kur afrohet ka ti, edhe sjell shumë derte, sjell shumë gajle me vete. Kanët i dunja walem akun fiha. Ka thonë një njeri i urtë i ditur, qka të marrë lakmi në këtë bot? Qka të marrë lakmi këtu? Kur ishte ajo sisha unë? Do të thotë, së ne përcela unë prej fillimit ata. Po unë mas shumë ti shka munda me u kap, vetëm për një pjesë të asaj, e ajo zgjati 50 vite me radhë, 60. Shka të marrë lakmi në ta, në te që unë se ne kapa kejtë? E kanë shtru një sofër me një ven, me hongër një ambëlsirë të njofshme në këtë popull e ka emrin sheqerpare. Njoni për neve ka ndodh aq laskoc sa që e ka pa nëndër. E ka pa nëndër. Për në ditë kur qohë sabale, sante nëndër kam hongër të atli. Sante nëndër kishtë hongër apet atli. Prej laskuslëkit ditës i shef laskuslëshit e veta nëndër. E një ditë me një tepsi, me një sofër, bashkë qatë që për shë nëndër e kishin vu, e prej 6-7 ative goglave,
Këti I kishra vesh një herë me shti lugën prej kalabalëkit. Që ka që ti e ki hisën këtë dunjo? Po shko me shaf në ndër qatë shumë, a bashkë për qarë s'ka me atë merak gjithë natër mu shqetsu me pa, nuk për të lonë kejt me hongër. Tha qka të marë lakmin këtë botë kur unë të gjitha kësaj elementet që I patë, së një kapa. Tha kuntu, kane të mfalni, kane të dunja, walam ekun fiha. Tha ka bota s'ka shune. Tha vahije të dhhebu, walam ekun fiha. Tha ka njëherë për më shpëton për I dorëve prapë se më për marë dhe këto shti. Po du me kap, tu konë këto, prapë s'me kapët. Shka të marë lakmin ta? Deshta të kap në të bona zëngin, s'ka pun. U kapa për diturit bona djetar, së ne kapa dhe ata. U kapa për burnije, edhe ata së ne kapa. Sërë, për ditë pëkurit mi kapak. U kapa të bëhemi drejt, shpesh për rej. E pra, edhe kur jam tasën pe kapi kejt, thas pra s'ka lakmi. S'ka me dashru. Masi s'ka me dashru o gjithë këtë shtipje që për e banë ki dersi ju mbine sot. E shka ti bojmë pra në kësaj dunjohë, unë po të tregoj, këtë bot e ka vendin e vetë. Kejtë qëlimi I kësaj I këtive derseve është me në mësu neve ku me elon. Pra me elon këta me një vend, ku na ka porosit feja me elon. Ai vend ku na ka porosit, edhe na ka mësu Islami, talon këtë dunjohë është shuplaka e dorës. Talon më dorë. Mos t'i lejojmë asaj me hinë zemër. Ki qëllimi jona këtu, se në zemër ka vendin qëtër kush. Në zemrën e tonë duhet banon qëtër kush. Në zemrën tonë duhet banon Allahu, dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e fejas tonë, dashuria për ahiretin. Kurse këtë botë duhet ta lëmë në shuplakën e dorës. Do të thotë, të gjitha fuqit, të gjitha energjit tona duhet kushtuar ndërtimit kësaj bote pa e fut atë në zemër. Min aibi dunja, thot një dietar, أنها لا تعطي أحدا ما يستحق. Prej vlerave më të dobta të kësaj bote, prej turpeve që ka kjo botë në vete që bën, thot është shumë lartë, shumë lehtë me orientu me ta. Thot kur s'ja ka dhënë hakun ative që kanë meritu. Element ekzistues në këtë botë ndodh këtu. Kur s'ju ka dhonë haki ati që ka meritu për dishka. Po qka ka ndodhë? Ka ndodhë, tamam ka ndodhë e kunder ta. Gjithmonë ati që meriton më ju dhonë, ju ka marë haku. E ke pa khalife Hajjaj ibn Jusuf e Thakafi, ka dhe ka odhe shtetin Islam. Katastrofë. Në kohën e ati kishte shumë njës që meritonin me odhe shtetin. Po ajo odhe që. Se kjo botë nuk ja jep hakun ati që meriton. Në këtë botë ati që meritonin mirët haku. Në këtë botë sunduan njerëzit që kur s'meritonin atë rrugët me I fshin. Ata udhëheqën popëj me miliona. Nuk meritonin me fshi rrugën. Pa morë parasin shfare. Pa morë parasin shfare se çbindje ka njerëzit para ta. Kjo s'lun asë një rol. Kemi persona të cilët udhëheqën popëj me miliona, e sot e ma dit njerëzit I kanë shumë bindjit e thella për aftësit e ative se mës me pas qenë ato kinse s'pas ka pas me qenë ajo që janë sot. Njo prej ative ke për shembull Ataturkun, njo prej ative ke për shembull Titën e qetrin, mës me pas qenë, këto s'kish pas me qenë kjo qetra gjo. Kështu janë bindjit e njerëzve të thellë. Me I thonë një njerit në Turqi për shembull se Ataturku ishte jehudi, sidomos prej njerëzve tonë, është gati 4 gishta ndisimet I fut më njëherë se si mundët Ataturku me qenë jehudi. E unë po të regoj se si mundët. A ishte një njëri I një familjes jehudi në vendin Dunama, prej vendit Dunama, familja ative këshim pranu Islamin si përfaqësisht për si e faqe me anë Turki mu inkuadrun politik, edhe ndodhe që prej familjes ati lindi që kish ka po I thojnë në Mustafa Kemali, edhe I kur gjohë që të san ishte një jehudi I cili ardhë deri në pozit në përmet shkolla dhe ndimave të anglezve, u heqi Turqien, e boni katastrofa ashtu që boni, pavarësisht se njerëzit I kanë bindjet në të kundërtën, edhe mendojnë se aje të shpiki Turqien e re, aje të shpiki Turqien moderne, aje e boni modernizimin e Turqies, aje shpëtor Turqien, pavarësisht prej kësaj, njerëzit I kanë bindjet, asa është e vërtet, ne I kemi argumentet e vërteta se kjo kështu është. Unë e mora këta vetëm për shembull. Pra nuk ka mundësi me u bind shpejt e shpejt, duhet me u bind ngadal. Ka thonë ahbib habibaka haunan asa an yakuna baghidaka yawman ma
wa abghid baghidaka yawman hawnan asa an yakuna habibaka yawman ma. Kur ta dush dikan duaj ngadal, se ndoshta nesër s'e don. Kur mos ta dush dikan mos e duaj ngadal, se ndoshta nesër e don. Pra mos e hull më një herë, as mos e mbjell më një herë, as jonën mos e ban. Po hudhe ngadal, se ndoshta nesër e merr prej tokë prap, o dhe mbjellë ngadal, se nesër e shkull ndoshta më një herë. Mas paku ke drejta me u bindë në lapsin e huaj, e fare s'ke të drejt me u bindë në lapsin e armikut. Sufjani Thauri, një djetar thot, ama tëra ni'am ka annaha mabghuda. As pa shef se të mirat e kësaj bote sikur se kur i kanë qitë në udhe. Sikur se kur si donë kurkush, ashtu për njën me to. Ka të vudhe atë fi i gajri me ka niha. Sa shpash her për i zonë të mirat e Allahut këtë bot, janë vua gjeku se kanë vendin. Shpash her për i zatetin të mirat e Allahut, ju kanë dhonë ati që si meriton. Kush i kanë da? I kanë da njerëzit. I kanë da njerëzit. Ative që ju la emaneti me eda e kanë da gabim. Ja kanë dhonë ative që nuk meriton. Thot kjo për ndodhë këtu. Kjo për ndodhë në këtë botë. Spjegon Islamin ai që për Islam haber s'ka. Me sheku i ka ndodhë. Spjegon Islamin ai që për Islam haber s'ka. Spjegon Islamin për shembol ai që me Islam do në dunjo me hongër. Me shekuj ka ndodhë pa ndërpre. Me shekuj. Ulemaun yakulun ad-dunya bid-din është definicion i shkruar me shkronja të arit. Ulemat të cilët e hanë dunjon me din, e hanë ahiratin me din, ka ndodhë në këtë bot, e ndodhë pa ndërpre, pris i cili jo nuk odhesh me liq, po odhesh me zëllumin e ti. Nuk odhesh me një lisht vuar apo të Allahu Gjelle Gjelalu, odhesh me apetitet e veta. Në vend se të jetë sunduës, është kolonizuës, edhe këto janë pjesë të kësaj bote. Tha unë pa i shot mirat e Allahu Gjelle Gjelalu, janë lonë atje ku se meritojnë me qenë. Janë lonë në vende ku fare faktikisht duhet me mundu me inzirë prej ative, ose me inzirë njerëzit prej asaj fushe. E dunja hanutu shejtanit. E thonë Jahja ibn Muadh, dunjoja kush ka qef me dit, është dyqani i dreqit. Kështu ka thonë, është shejtan. A shejtani i dreqit, ka thonë më zmell, fela tasrak minhu, më shko me vell në atë dyqan. Po në shka? E vell mja ka njëherë ka në mjeshtri, shka ka lidhje? Në ata shka s'po shofim. Shka s'pa? Po hien shpjene filonit, e po hien dyqan, e po hien banke, po hien kamos. Ka thonë dunjon më se vell, se është shejtani, dyqani shejtanit. Po në shka? Shka ka lidhje? Po, ka thonë kam me të spjegu edhe diçka mas kësaj. Ka thonë shkur të vejna i me li pasionin e vetë, interesant ka qef me të morë edhe tije me ta. Si t'ja vedhës duqonin shejtonit, kur të vejna me morë pasionin edhe tije do me veti. Pasionin po që ma ke vedhë, atë edhe ti me muhe. Pra është katastrofë. Wa mal malu wal ahluna illa wada'iu, fala budde min yawmin turaddu fihi l wada'iu. Ka thonë kjo dunjo edhe e vladet edhe pasionit që kemi, kur gjas janë qëtërsen këtë botë përveç se kaucione. Shka është shartë, shka është kusht në kaucion? Kushti i kaucionit është me u këthi. Pra qare sa është parë dita kur kanë me u këthi kaucionet. Nërkau dunja bitemzik i dinina. Ibn Adham ka thonë na, di që ka po bojmë o musliman. Ibn Adham në kohën e vetë. Ka thonë na këtë dunjo që po jetojmë ta, po e shofim që po shkijet ka një herë. Neve kemi marë përsi për me harnu, po që atë harnin që po janojmë, po e për një copë për dinit po e shkoqim. Po e shkim një copë pëse astone po e harnojmë dunjohë. Ja për shembol, e hekim namazin, ja hekim një copë pëse astone, e harnojmë këtë dunjohë, shkojmë me një qetër vend në namazit. E hekim një zëqatin, një harnë e bojmë, janojmë dunja astone. E hekim një haqin, janojmë një harnë dunja astone. Ka thonë, nërka o dunja bidinina, na po harnojmë këtë dunjohë shkyrë me fejnë tonë. Po e shkoqim fen, po e shkim fen, po e arnojmë dunjon. Ka thonë dëgjo mirë pra. Fela dinuna jebka, wala jebka ma nërkau. Nërkau. Ka thonë asë që ka me met dini jonë, asë që kanë me met harnat e tonë këtë botë që e kemi arnu dunjon me ta. Asë ka me met dunjaja jonë me ta, asë na me ta. Kur s'ka me met, për çka të bëjsh? Robot që i ke veshuna ma i mirë, e mos harno robot e halkive me robot e tua. Mësë harno robët e halkive me robët e tua.
Mos hek prej tonës me zavendësu tonën me të hujen. Ke kujdes në këtë fjalë. Ke kujdes në këtë fjalë të bukur të një poetit madh. Mos lejo që ti një pjesë prej paltës tonde apo prej këmishës tonde të harrojsh këmishën e atij tjetrit. Këta mos lejo. Se në vend që ke hek një copë, në atë vend që ke hek një pjesë të këmishës tonde, ta kishe me dije se tjertë janë të interesuar prej këmishës vetë me nun këmishën tonë një copë. Kjo na ka ndodhur neve. Për atë na po qajnë për të hujt kur po vdesim, për atë bijat e tona kanë vajtu këtë dita, për atë që nuk meriton as emrin me ja përmend. Për shkak se e kanë harnu me fen e vet dunjon e huj. Zalu, një poet tha, zalu, fama bakati dunya li firqatihim. Shkun, as që qajti dunjaja për shkuarjen e tyre. Tha fala ta'attalat al-a'yadu wal-jum'u, as që e lanë muslimanët për e falë gjumon, as që e lanë ato për e falë bajramin. Jo, nuk nin fare. Një pyetje shumë thjesht në kontekstin e kësaj çka po ndodh. A dit që diç Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a dit që vdiç, a dit që ai shkoi te Allahu prej kësaj bote, po e bën një pyetje thjesht. Çka mendojnë muslimanët, këto baramtash që janë me ne? A janë mërzit ato shka nuk e besojnë? Nuk e besojshin? A janë gëzu? Cëllën e banën? Pra më zvejnë interesant, hish fare. Më zvejnë interesant fare, hish të njerëzit në thojnë neve shumë të thjesht në rastin e këtive ngjarjeve. Pse po që be akon, kështu, thjesht me bëjnë. Akon be hosh be ajo be akon. Akon, këtë dënjo, këtë e kemi këshira, akon dënjo e që akon. Dhe pse, kushka ka? Kushka qenë? Kushka akon edhe ka metë për gjithmonë. Vdiq Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithë palët qera u gëzuan me vdekjen e tij. Gjithë palët në botë, në rrezullin toksor që dishin për ta, u gëzuan për vdekjen e tij, se thanë, me vdekjen e tij morfon mo. Kjo rrugë që e nisi ki mos, ka kush e trason mrapa. Ashtu mendon ato, për ato gëzuan. Na kur vdesë e kundërta kur po vdes, po mërzitemi më shumë se nona e asaj edhe motra dhe ai faquni, ma shumë po mërzitmi se na shumë e këshmi pas zemrën e madhe, shumë e këshmi pas zemrën e butë. Na këshmi pas një zemrë të butë për atë për atë vend ku duhet me pas shumë të fort, e këshmi pas një zemrë të fort, a gje ku duhet me pas shumë të butë. Ja për shembull, kemi një zemrë të fort, hiç zbojmë hesab fare, vllau ton sa fjalën e roja folim. Tu e kemi një zemrë të fort shumë. Bile sikur që tekëm, edhe nxjerrim revolën edhe i grajmë vllaut. Që sa e kemi zemrën e fort? I grajmë vlaut, e shtim vlau në tokë, edhe bile prapë e përsëris, hoxh, vlau e vrat me revole vlau në hoxh, e rënon shallën e hoxhës, e rënon islamin komplet se a i simbolizon dikand. Këta e bojmë na. Po edhe vlavin e nonës, atë qëtërin edhe atë e ke vlau. Edhe atë që se ke nonës, edhe rubbe akhin lem të lidhu ummuk. Shumë herë ke vlezër që sti ka lind nona. Kështu tha një poet. Shumë herë ke vlezër në botë që sti ka lind nona. Të zguzon me ngre dorë në vlaun. Kjo pëndohë. Zemrën e fort, a zemrën e botë, hajde më ledh me ta kajmë Dianën, se kishte vdek se akon princeza, ta qajmë që i ka të tonë nusët e kanë qaj, kanë vajtuna për mëzlise, se vdiq Diana. Dora jo nusë vdiq. Ara talibet dunja, wa in tale umruhu, wa nale minet dunja sururan wa anuma. Ka dhënë, po i shof unë disa njerës që po e lipin dunjon me kap, edhe kur po ju zgat jeta, tani jetën këta po e bojnë, edhe po arrin një pjesë gazmuese të asaj, po arrin një pjesë gazmuese të asaj, edhe prej të mira, thot kush si kush po më gjajnë qito, si kush po më gjajnë qito që po e lipin dunjon edhe po arrin një pjesë të mëve të asaj, edhe disa gëzimin të, si kush po më gjajnë, ka thonë, ke benin, bena bejten fa aqamahu, si njeri që ndërtoj një shtëpi dhe ngriti nalt ata, falamma stawa ma qad banahu tahaddama. Ka thonë, kur e kreu, a ditë që e kreu, edhe i këthej deshtit, i këthej në shpinën se mos ka shka me përun ta, u derdhë në bita. Thonë, si këto njerë, si ki njeri për më gjallë. A ditë që e kreu mo, edhe dashtit t'ja këthej shpinën, apo banej në ta, u derdhë shpija ati në bita.
Dunjoja, mes prabi, shka u po mes prabi, një kërë 200 km/h, edhe për një plepi, selam i fort, selam për gjithmonë, qaj si të dushti, s'ka kot ashfaq, e qka është mjeshtria jonë në krasim me këtë njarje, pra, mjeshtrit e tona janë të futura në një ajet në Kur'an suratul Bakara, a i përban në vete 4 fjalë gjithsejt, a thonë, inna lillahi, wa inna ilaihi raji'un, në, të ku jemi, të Allahu Gjelle Gjelaluhu, të kush këthemi të ajë, a ka në këtë dyshim, nuk ka se je musliman, nëse ka si je musliman, çdo gjë e qartë, s'ka dyshim se musliman je, nëse ka dyshim si je musliman, të Allahut jemi, të ajë këthemi, në fitim deri sa jemi në këtë botë, në fitim deri kur dalim në tjetrën, në humbje qerët në këtë botë, në humbje kur dalim në tjetrën. Ja khatibet dunja li nafsiha. Një varg apo di të një poetit pak komplikuara, po do t'i bëjmë qartë inshallah me fjalorin ton, modest. O ti, që ke morë nonën edhe babën për dore, apo t'ka morë baba edhe nona për dore, e kanë shku me një vend për ti e me lip një nuse, e në derën e ati që kanë trokit nuse për ti e me ta gjetë dunjon me ta bo nuse, me të bo burri dunjos. Ja khatibet dunja ila nafsiha, o ti që donë me umartu me ate që me umartu mundësi nuk ka, o ti që donë me bo me fjallë qera, o ti që donë me bo këtë botë ma të afermën prej gjitha gjonave, të naha anë khitbetiha të slemi, thot ik prej kësaj nuse ndash me pështu, ik se kjo nuse nuk të përqafon dot, përqafimi i kësaj është brisk me helm moje, ik prej kësaj nuse, mos e lip këta, shko lipe një qeter, raja derën ati që ka një qik për ti, e mos shkon derën e dynjohës me bo ate, se ajo faktikisht nuk dashurot, nuk pranon ta duash, as nuk dashuron kënd. Pse kështu? Ajo është një nuse e cila mas shpinë dhe ka drasa e ka në emrin punica. Ajo është një nuse e cila mendon për ti e me kri me ti e shdo kohë më sa ma shpejt. Ajo është një nuse e cila kur të folën vesh nuk din me të gëzu kur, vetëm din me të hidhru një herë për gjithmonë. Ajo është një nuse e cila gjithmonë në vendin e drandafilit në dorë ban një buket hithë me veti, ka dëshirë me të gjegë ka qkojsh. E nuse si kanë hije drandafilat, nuk i kanë hije hithët. Ajo është një nuse e cila verën edhe verën nuk i donë fare. Ajo është një nuse që kunetët nuk i donë fare me i pa mesi. Ajo e konsideron njeriun për pajstork edhe asë një herë vlad veti nuk e banë. A pajstork i dijet sa duhet. Hazreti Alijen e kanë vetë, ka thonë ja emir el mu'minin, karramallahu wajha, spjegon e i fjallën dunja. Spjegon e i fjallën dunja. Tha, a gjatë po e doni me janë spjegua shkurt. Thanë po e dojmë shkurt. Tha, e dunja darairun kullema. Tha, dunjoja është digra, më krasim me ahiretin, është digra ortaket e një burë. Sa herë ta pajtosh njonën, hidhnohet tjetra. Këta mujnë me folë ato që i kanë digra, e din këtë njarje për në edhim në përmet literaturës shumë bukës, më mirë se ato shka i kanë edhim. Se herë të bot pak si nëm një busqeshje me njonën të pajtoje, kur të këthejt kjo qetra i ka bom rolat si megje arës. Se kujton kjo qetra se kejt ajo qetra e murë në fakën e kësaj dunjohe, e kjo i dhënot, kur ti këthejat saj qetre me e pajtu, ajo qetra me ndonë se shkoj, mos met për mu kur gjo, ajo më rolet ka qetra honë. Ka thënë, dunjoja dhe ahireti ashtë alia, janë dy ortake. Sa harë dush me pajtu njonën, e dhënon qetrën. Nëse këtë dunjo pra këthesh me pajtu, ta dhish që ahireti jo ta më rolë para tije. Nëse këthesh ahiretin me pajtu, ta dish që kjo dunjo më rolë para tije për shkak se edhe këtu ke obligime që s'ka mundësi me ushmong, a obligimet e tua janë këtë bot, të jesh i arsimuar mirë, obligimet e tua në këtë bot, të jesh i drejt, obligimet e tua në këtë bot, të jesh i menqur, obligimet e tua në këtë bot, të jesh trim, obligimet e tua në këtë bot, mos të punojsh për përqarje, obligimet këtë bot punojsh për bashkimin e popullit tanë, obligimet e tua në këtë bot,
të jesh njeri i civilizuar mirë, obligimin këtë botë që ti t'jepësh dinarin edhe pasurinë edhe gjakun edhe vladin tanë, në momentin e dur kur Allahu e li prej tije, edhe atë me krenari ta jepësh, me guxim, t'jesh krenar që po t'lipën tije e vladet edhe gjemt, edhe vajzave edhe parja edhe ti vetë për një kohë të dur, t'jesh krenar që ti po t'lipën. Obligimet e tua në këtë botë janë zhvillimi teknologjik që shpo e lip koha, edhe ata me hes me ta para qerë me pak se ashtu koha e don, edhe zban ndrishe. Kja është obligimi jotë në këtë botë. Nëse këta e pajton e mrol ahiretin, nëse ahiretin e pajton e mrol këta. Pra Islami qka është? Feja jonë qka qenë ka? Feja jonë qenë ka dinun wa dunja, dunja edhe ahiret. Edhe atë e vetëmja feja është ajo e cila i bashkoj të dijet. E vetëmja asni fe, lezo Biblin, lezo Talmudin, lezo i librat e feve tjera, pa më parasysh çfarë burimi ka në te, lezo i kejt, me rend prej harfit par, e pin në lif, e terin je, prej në a e derin zhë, as një fe se ka bashku dunjon edhe ahiretin në atë mënirë që ka bashku Islami. Feja jonë është dunjo edhe është gjennet, të dijet. Po këtu në shka folëm pra të rishti, ku dulëm në ku e nisëm, ku dulëm këtë ders, në kemi dala gjë kërë kemi nisë. Pra në këtë bot, kësaj bote duhet pas kujdes, po vendin teme ajon është, sot vendin ku mi alon, në shuplakën e dorës, e ahiretit vendin ku mi alon, në mesin e zemrës. Kja është dalimi, mës me i përzi këto, kush e ka fut dunjohën zemër, ka dalë Allahu prej asaj zemre mo. Po kush se ka majt në dorë dunjohën, kush e ka lishu prej dore, çka i ka ndodhë ati? Ati ja ka morë qetri. Ka thonë, men kanet fi jedihi, au bi jedihi shajara, sa duhet punun këtë bot, men kanet bi jedihi shajara, juridu garsaha, kush e ka një pem në dorën e vetë, edhe dënë mje mbjell, fa ukhbira anë në lkiamet e këtë kamet, edhe i kanë lejmru se dita e kiametit po bot, tha për nga mërë, sallatu selam le ta mjellë, tha faljezraha, faljegrisha, tha le ta mjellë, tha atë pem. Po dy kiameti po bot, ti s'ti intereson, ti me le pemën. A jenë këtë bot, po, a ke dalë për i së du, jo halas kam dalë, e kur të delë, pra mi qini, pemën mjellë, anë një qini dila, ma mjellë pemën tokë. Pse halas ki dalë? Duhet punë. Kjo dunjo në lip neve punëtor, në lip të mësuar, në lip të zhvilluar, edhe në lip neve, në lip në shkallë të shkollës, në lip në arsim, në lip në gjimnaz, në lip në ekonomi, në lip medicin, në lip teknologji, në lip në gjitha vendet ku mësohemi, në lip në gjitha vendet ku mësohemi, në lip në gjitha vendet ku punohet, edhe në lip më të mençur, më të mpraf, më të aftë, më të edukuar se të gjithë popujt, edhe sa më afër arsimit, më afër besimit. Sa më afër arsimit, ma afër besimit. Kështu na kërkon kjo botë. Na këta po dojmë me këthi, se këta na e kanë morë qerët. Qerët na thanë neve, se nuk ju bashkon xhamia dhe mjekësia. Nuk bashkohen xhamia dhe inxhinieringu genetik. Nuk bashkohet xhamia dhe astronomia. Nuk ka të përbashkët intelektuale me xhamin. Ne këta, kjo është e huja. Kjo s'ka e jonja. Kjo s'ka bazë në fejnë tonë. Ne me krenari këthejmë dhe thojmë prapë, se ne pa qetër tonën duhet të këthejmë. E kur kemi të arsimuar dhe të besuar të dijat, kur ti kemi këthin tonën, e nuk kemi qpik gjo tre. S'kemi pru tre kur gjo, kjo është e jonja. Pra kemi për qëllim të këthehemi, të ndëruar vlezër. Ja khati bet dunja ila nefsiha, mës nga me bo dunjohën nusin, se nuk përqafon. Kështu tharë, të neha anë khitbetiha, të slemi, edhe në ik për asaj nusë se pështon më mirë si ti kësh për asaj. Inne leti të khtubuha gaddaratun. Tha qatë që përdojnë me zonë nusë të di se e para është ka me trahtu. Trahtar. Ma kesh se gruja me trahtu në këtë dunjohës ka. A ka ma kesh se gruja me trahtu? Sa bëse banë këtë dunjohën nusë se kjo trahton më njërë. Shkone e dënë që tërkanë. Se hitë si ven marë fare. E dashurën që tërkanë edhe fare nuk i ven marë hitë. إن التي تخطبها غدارة قريبة العرس من المأتم. Fjala e fundit e dersit sotit në lidhje me këtë, që e tham, edhe inshallah e nënvizon e mirë me veti, ka thënë kjo nusja e ka më afër dekën se darsmën. Kështu e ka kriki poeti, ka thënë, qaribatul ursi min al-ma'tami. Ka thënë kjo e ka më afër dekën se darsmën. E që dash gjenveri për më javë thjeshtu këta me kuptu halama let. Ti e gjalleri 18 vet i ka punin ti pi xhamit se babajot një nuse po do i kemi ta xhet, ama tu ngutit e xhamit se mirë, puna do të bëhet mirë. Tu ngutit e xhamit
po folën nga gjemrena se që të nusën shka 50.000 na, 50.000 me datën 1.98. E me 1.98 për diske. Një avë para darës për diske. Shka ta mërë me një, shka? Me u lajmruti se pa e bo një avë darës me në nusja jonë për diske. E zem të atë? Këtonë, dënjohen nëse dënë me bo nusë, pra ajo e ka vdekin para darës mësë. Para se të gëzosh është gati me të eftu të telin pikën e fundit. E ku me lonë pra? Ndorë, jo në zemër. E po ndorë, pse pra ndorë abana, po ndorë, shiqo, ndorë briski, ndorë altoni, ndorë parja, ndorë drapni, ndorë kazma, ndorë qekici, ndorë shtrafsigeri, ndorë lapsi, ndorë fletoria, ndorë vizorja. Kejtë këto e në pjesë dunjohës, ndorë, kejtë këto ka në vend. Edhe hapat që na shërojnë i mormi me dorë, dhe ato që na helmojnë i mormi me dorë. Sprish pun, ndorë, kejtë e ka në vendin. E nëse hapat helmu si fut min zemër, kemi bo një gabim shumë trash. Nëse shkencën e helmu se fut min zemër, kemi bo shumë një gabim trash. Nëse diftirësien e fut min zemër, kemi gabu një gjo shumë trash. Të gjitha element të kësaj bote në shëplakën e dorës, gjitha ato që Allahu pajtohet në zemrën tonë mrenda, edhe njëherë po këthemi po thëmë se Islami është feja vetme e cila e bashkoi dunjon edhe dinin, feja vetme e cila thirrën arsim në 850 vende në Kur'anin e Kerim. Në 850 vende. E kur jam këtu te këto 850 vende në Kur'anin e Kerim, edhe kur jemi te ditat e para të hapjes shkollave, duke filluar prej foshnjorës. E në përmes shkollës fillore asaj të mesmes, edhe në fakultet edhe në studimet postdiplomike, edhe në ato akademike më të larta, kërkojmë në emrin e Allahu xhalla xhelaluhu, kërkojmë në emrin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si mësues i njerëzisë, kërkojmë në emrin e arsimit. E në më në fund vetëm emrin e Allahu xhalla xhelaluhu konsiderojmë edhe vetëm në emrin e atij lipim, që çdo gjallë e çdo vajzë e çdo person i cili është orientu për arsim, është orientu për mësim, edhe zilja e shkollës ka re para ditëve, atë që e kemi thonë të kaluarën prapë e përsërisim sot. Edhe veç asaj shumë kemi çka me thonë, po kohas na premton neve. Mos ta humbin asnjë gjysmë momentit të kohës. Mos ta humbin asnjë gjysmë momentit të kohës. El waqtu kas-sayfi in lam taqta'u bihi yaqta'u bik. Koha është mos i të i shpatës, një poet tha, nëse nuk pret ti me ta, presin qertë me ta. Pra s'ka mundësi. Kap në ju quna që jeni në gjamije dhe keni shku në klasën e parë, apo jeni ma shumë se në klasën e parë pa morë parasysh, kap në për libri prej parës ditë. Nga përvoja jonë gjatë studimeve që kemi kri, e këtë përvoje kanë të gjithë njerëzit që kanë bo studime, nëse sot parëndit që a hap shkolla ke thonë, edhe mësë me mësu sot ka kose e nëze para dit kështu. Edhe 9 muj është funi vitit. Nëse këta e ke thonë, të parëndit, nëse këta e ke thonë të parëndit, është shenja kryesore e dështimit tëndë arsimor. Ti je ajtë si këtë dështu, pse ti këta e bone, me këtë analizë të kalë të mikë dole të parëndit. Ti duesh të konsiderojsh ditën e parë kur ka rezilja gjali jonë, duesh ta konsiderojsh sukur momentin kur ke me hip të mësusin provim atë ditë. Sa është ai moment për ti me rëndësi ti je i përgatitur, aq ai moment edhe ki vlen barabar në arsim. Sa njoni, sa qetri. Të parëndit duesh thësh unë tash kam me hip provim. Sot mësuesi jam pyet për notë. Kështu duesh thësh. Unë sot duhet mësoj se sot kam me marr një peshqe. Edhe prej kësaj peshqe varet kalimi jem. Në atë peshqe varet populli jot. Për qatë pesë që në tjerët jemi të ngjitun. Jella ata, jemi të kapën fell. Në kejtë populli jonë androjmë në pesën që ti ke thonë për ta, sot në parën ditë kam hi në shkollë, kam hi me morë një pesë provim. Aqë dushtë të ishi pregaditun. Për qatë pesën tënde, qatë pesën apo e pritim. Ti e me qatë nota për të pritim. Ti që je në gjami sot këto. Mësu habit gjalion. Mësu habit, ti mëstu ju në jam i vogël. Ti mos thuj jo, unë s'jam ki që po flet hoxha. Ti je një ministër i të nesërmës. Ti je një deputet i të nesërmës. E inshallah je shumë më i mirë se ato që i kemi. Inshallah ti nuk fol në parlament atë që po e folin sot ato, po e fol të vija ku këthe në trahap qatë që e fol në parlament. Se shumë gjemë tonë po folin në parlament, e po mendojnë se nas po e dim se ato shka po thujnë.
Ate që po e folin ato në parlament, duhet me fol të vija kur se në fmi 3 hapa që, se në parlament unë e di që ke imunitet. Ne e dim që në parlament ti mundesh me thonë që mos edhe qka të dush se ke imunitetin librezën e imunitetin gjap ti zguzon me ta prish kur kush ati. Këta e dim, ama a gje ku këse në fmi 3 hap, më që të fjallë që a gje e ka në vendin. Pra ti që je këtu, në gjami edhe me ndonë se s'jeti aj, pale, ku me, se populli jonë kështu thot, po thojnë për një njeri shumë i menqur, kështu thot populli jonë. Po thojnë për një njeri shumë i menqur që Gjeka Gjakova. Po thojnë për një njeri shumë ishte i menqëm, kish men shumë që Gjeka Podjeva me një vendikun. E a i Podjevës, a i Gjakovës që e ka njerin kujshi, hitës nuk i besohë se qaj asha i menquri. A, thotaj, që Gjeka Kumanova një i menqur. Ishte një i menqur që Gjeka Tetova dikun. Edhe a i në Tetov që e ka nga të ati, a i hitës nuk i zjet bese nga të ati mundet me qenaj a i menquri. Edhe ti thue këtu, jo, banvakis jam une, pale a i menqir, jo, ti je këtu në Gjami Mrena, Gjaliur. Ti je në Gjami Mrena, po ti kur je aj që po lipim na me qenë, kur kapash për mësimit parën dit, e vazhdon me një tempo të vrullshëm edhe të zelshëm deri në bramën dit, e ti je aj. Ti je deputeti i nesërmës, ti je ambasadori të nesërmës, ti je profesori të nesërmës, ti je akademiku i të nesërmës, pra ti je nesër na. Ti je nesër na ti je të pritim nesër, na e kalum, unë hala po shkoj në shkollë, po unë po thëmë kështu, unë e kam krimo, nuk po thëmë nga dopsia, nuk po thëmë ka nivelli i vitaliteti që më ka ra poshtë, unë nuk do të lejoj vitaliteti jem me ra poshtë fare, deri në frimën e fundit, nuk do të jem ma i dobet, fare. Ate që kam mendu me thonë prej viti 76, kur se lash pa e thonë. Prej viti 76, as njëherë se më interesoj, a ban me thonë këta, as ban me thonë këta. Po më interesoj, a është halal kjo, a është haram. E lejon Allah, ose lejon që të sen fare. Edhe nuk do të lejojnë me rama poshtë. Po faktikisht edhe deshtëm dhe zdeshtëm, ne e kemi krimo. Se edhe bujku së një bjen shatit. Bujku së një bjen shatit, kur ti bëjë 60 vetë, sikur i kur i ka 25 vetë. A është realitet ajo? Farkëtari hekurit, kur i ka 25 vetë me qikiq, a më një bën edhe njajit sikur kur i ka 60 vetë? Jo, 60 vetë i bjen ndrishe, a i bjen, po i bjen ndrishe. Edhe ne pak ma vonë do t'i bim ati hekurit tonën të në kërësi, po do t'i bim shumë ma butë se shka i kimi radë njëherë. E pra kush jeti? Ti e a i zavënsusi, ti asa i nesër mos. Trezoh se sot i ke ditët. Ta Huseni është shkrimtar egjiptas, ka vdek. Kur se kam simpatizu? Kur se kam desht? Se kam dërmen me desht për një punë, se aje pa të vu vetën në shërbimin e të hujve. A i shërben të anglesve dhe francesve, prapës me du se i shërben të hujve. Edhe këtu, kush i shërben të hujve, prapës do të du kur, as njëherës do të du, edhe nuk do të lejë më afru afer. Nuk do t'i ketë shansët më afru afer vështë se i shërben të hujve. Ska mundësi më afru, po të uga tjeta, po një marhaba prej slarë këtu pa ushtarakisht, hiq ma tepër, hiq ma shumë se ushtarakisht. Shërbej tuve jenë mrendat e ne, i shërben të hujve, s'je i joni mo. Ta Husenin, kur se deshta se i shërben të hujve, po qka mi bo që aje thani fjali shumë të vërtet, na të vërtetën e morim prava për të hujve, kështu qka mi bo, kur aje vërtet, e morim si keri i Gjermanisë, po pe bajmë, qka mi bo, e vërtet, për na qonë, për na be. A i tha për arsimin kështu, el ilmu, dituria, është ha, di, o. A i tha këta, dituria, arsimi, është ha, di, o. Do të thotë, qka është ha, di, o? Ples për vesim një 4 safë për para, se këtë mien më këtë prishin kimi, apo? Ha, di, o, është uj, shka e pim na. Hidrogen, di, oksigen, formula e ujit. A pin do uj, do jo, a kejt pin uj. Ujnë kejt e pin, pra arsimi është ha, di, o. Kejt duhet më mësu. Për kejt a i vazhdojnë, sukur ajri, sukur uj, për kejt vazhdojnë, kejt duhet me dit. A i kështu tha. Ibn Nedimi, gjo që e cekëm, Ibn Nedimi një filozof islam tha kështu, el jed, el leti la te këtu burrijlun, dhe gjoni ju shkallin për shkolla, e pleshve e ka pas mo, këto meritojnë ndërën dhe respektin tu, si që kimi na zakon muslimanët babën e nonën me i këshirë derin pikër e fundit, dhe me i përmen për të mirë të një mazdekës për gjithmonë, ligj i pazavënsushëm. Ibn Nedimi tha, el jed, el leti la te këtu burrijlun, dora e cila nuk shkruun është këmbë. Kom. Nëse nuk di me shkrujt, i ke 4 kom.
E nëse din me një dorë me shkrujt, i ke 3 kohë me një dorë. E nëse din me di me shkrujt, nëse din me di me shkrujt, që shkruhet modern tash këtë kohë në kompjuterin e sotëm, atëherë i ke vetëm dikom. Do të thot, je cëllat, tamam njeri je. Në vitin 2000 xhamot, do të shpallën të gjithë njerëzit që nuk din kompjuter me punu analfabet. Do shpallën analfabet në pismena, do shpallën njerëz që s'din me shkru.